Ai është një nga këngëtarët më të suksesshëm dhe më të kërkuar në dasma shqiptare. Një gjë është e sigurt, kur Mejda këndon, të gjithë janë në pistë duke kërcyer dhe atmosfera është zjarr. Megjithatë, duhet thënë se Mejda është një nga këngëtarët më të paguar në dasma. Çmimet që ai paguhet për një dasëm fillojnë nga 7.000 deri në 10.000 euro. Me këto pagesa, këngëtari dhe familja e tij bën një jetë mjaft të mirë. Mejda është babai i 4 fëmijëve, edhe pse gjithmonë është shprehur se pika e tij e fortë e dobët është familja, ka qenë një postim i Mejdës në Instagram, ai që ka tronditur ndjekësit e tij. Këngëtari ka postuar një foto ku ka dalë me bashkëshorten dhe shkruan: "Ti je tradhtare, fajtore dhe nuk meriton të flas, por meriton për jetë të mallkoj. Publikisht ju njoftoj sot se po ndahem nga gruaja ime." Kjo deklaratë ka tronditur ndjekësit e tij, të cilët kanë komentuar të shqetësuar, por më pas faqja e Instagramit të këngëtarit u çaktivizua. Kjo ngriti akoma më shumë pikpyetje rreth asaj që po ndodhte. Një ditë më pas, Mejda është shprehur se profili i tij është hakeruar dhe nuk ka patur dieni për këtë postim. Gjithashtu, bashkëshortja e tij ka postuar një foto në Instagram ku ka dalë me Mejdën dhe shprehet: "Për të gjithë ata që duan lumturinë tonë, po ju them se jemi bashkë, ndërsa për ata që nuk e duan lumturinë tonë, jam e sigurt që do të hidhërohen kur të shohin se sa shumë ne duhemi."